Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu, në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë një fotografi me ju. Në fakt ajo është një video, por unë e kam shkëputur si një fotografi. Fansat të shqetësuar dhe kurios më së shumti për të ditur se çfarë po bën Luizi. Luizi përpos që është duke kaluar një kohë të jashtëzakonshme me lunën e tij, me gjën më të shenjtë që Zoti ja ka dhënë në jetë, normal, fëmia është dhuratë e Zotit. Luizi po përjeton edhe disa momente të bukura duke i shkruajtur ëndrat e tij në trup. Tani, të gjithë kanë qenë kuriozitar se çfarë tatuje ka bërë Luizi. Ne e dim që Luizi është një admirues i tatuazhave, nuk është e vetmja tatu që Luizi e ka. Luizi ka një tatu e cila është në dorën e tij e vazhdueshme, më pas ka patur tatu syrin e Big Brotherit, më pas bëri tatu Kiarën, dhe siç duket tani ka mbetur një tatu e vetme. Luizi ka bërë një tatu. Ai nuk e ka publikuar tatun të cilën e ka bërë, por thjesht ka publikuar procesin, do me thënë një moment teksa po bënte këtë tatun në trupin e tij, në pjesën e këtushme e ka bërë, do me thënë afër zemrës. E tani, se i bie, do me thënë nuk i bie afër zemrës, i bie kjo ana këtej, realisht, nga që Luizi është i kthyer në anën e djathtë tek tatuja, në anën e djathtë, por le të themi përballë zemrës. Tani, këtë ta bënte Luizi në tatu. Unë mendoj që nuk ka publikuar asnjë gjë, do thënë jemi thjesht në hamendësim. Unë mendoj që tatuja të cilën e ka bërë Luizi i takon gjës më të shenjtë që Luizi ka në jetën e tij. Do thënë gjëja më e shenjtë që Luizi ka në jetë është vajza, është Luna. Dhe për një baba, vajza është energji, për një baba vajza është pozitivitet, dhe kur e flasim krahasimin e vendit ku e ka bërë, unë mendoj që Luizi ka vizatuar tashmë lunushin e tij për ta mbajtur gjithmonë në krahëror, sepse vajza e ka vendin tek babi në krahëror, aty ku e mbështet kokën për çdo hall, për çdo problem, për çdo gjë në jetë. Dyshimi im është ky. Ose së dyti, do me thënë, ka vazhduar tatun të cilën e ka patur. Kjo është një botë e veçantë artistike që Luizi e ka, është duke ecur jashtëzakonisht bukur në këtë drejtimin dhe po na shijon pafund. Nga të gjitha angazhimet, Luizi ka përzgjedhur që t'i dhuron Lunës kohën, t'i dhuron Lunës emocionin, t'i dhuron Lunës momentin edhe ditën. Por jam i bindur që në ditët në vazhdim, Luizi do të na tregon se çfarë është duke punuar dhe çfarë do të na sjell me këtë tatu të bukur. E presim foton. Të gjithë tak Luizi në këtë video për të na treguar se çfarë ka punuar.